Të nderuar qytetarë, jemi sot përpara jush për të denoncuar një shkelje flagrante të ligjit në funksion të fushatës elektorale të Partisë Socialiste. Ditën e djeshme, në fshatin Gjormë, njësia administrative Brataj, janë konstatuar punime të dyshimta rrugore të kryera nga mjetet të rënda betoni, në mungesë totale transparence, pa asnjë tabelë informuese dhe jashtë çdo procedure ligjore. Këto veprime gjallin dyshime serioze për shfrytëzimin e hapur të institucioneve publike për qëllime elektorale. Bashkia Selenic, në drejtimin e kryebashkiakut Nertit Bellaj, i njohur për lidhjet e tij të ngushta me Partinë Socialiste dhe kandidatin për deputet të zonës Vullnet Sinaj, po përdor mjetet dhe burimet publike në mes të fushatës zgjedhore për të ndikuar votuesit, në kundërshtim të plot me ligjin dhe parimet e barazisë në garë. Ne i bëjmë thirrje institucioneve përgjegjëse, përfshirë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe organet e tjera ligjzbatuese të ndryjnë menjëherë dhe të verifikojnë legalitetin e këtyre punimeve, burimin financiar dhe objektin e tyre real. Partia Demokratike do të ndjek me vëmendje çdo akt abuziv dhe do të bëj publik çdo rast të përdorimit të burimeve shtetërore për përfitime elektorale. Qytetarët e Selenicës dhe të qarkut Vlorë meritojnë zgjedhje të lira, të ndershme dhe pa presione e manipulime. Mjaft më me mashtrime dhe përdorim të pushtetit për interesa personal dhe partijak. Ju falemnderit.